28 korriku lidhet me 114 vjetorin e ngritjes së flamurit në Gurin e Kamjes, kryesisht në zonën e Gorës, Mokrës dhe Oparit, ku 28 korrik të vitit 1912, çetrat e këtyre krajinave u mblodhen me në krye Kajo Babjenin për të shpallur mëvetësinë e këtyre krajinave kundrejt të pushtimit osman. Është një ngjarje e rëndësishme sepse lidhet kryesisht me luftën për liri dhe pavarësi të kësaj zone. Në fakt, Guri i Kamjes është një nga atraksionet më të vizituara natyrore, pasi është monument natyre, por thash lidhet edhe me historikun e zonës, po ashtu edhe me natyrën e bukur që ofron. Është një nga vendet strategjike që është përdorur kryesisht në luftën e parë botërore, por edhe në luftën e dytë, madje përmendet në shumë arkiva, sidomos ato franceze, pasi ka qenë një pikë strategjike kontrolluar nga ushtritë e huaja për të dominuar gjithë zonën dhe për të patur një kontroll më të madh. Lidhet me turizmin historik, por edhe me turizmin natyror.